Ramadani. Në Prishtinë sot u bën nderime pranë arkivolit me eshtrat e Isa Boletinit, një nga personalitetet kryesore të pavarësisë së Shqipërisë. Ceremoninë nderimesh që janë zhvilluar edhe në disa qytete të tjera të Kosovës, i paraprin varrimit të eshtrave të tij të mërkurën në fshatin e lindjes së tij në Boletin, rreth 10 kilometra në verilindje të qytetit të Mitrovicës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Eshtrat e Isa Boletinit, njërës prej figurave kryesore të pavarësisë së Shqipërisë, pritet varrosen të mërkurën në fshatin Boletin të komunës së Zveçanit në pjesën veriore të Kosovës, që është edhe vendlindja e tij. Një prej personaliteteve kryesore të luftës për shqiririmin nga sundimi osman dhe kundër pushtimit serb të Kosovës, Isa Boletini, u vrane në Podgorisë të Malit të Zi në vitin 1916. Eshtrat e tij tash e disa ditë duke udhëtuar nëpër disa qytete të Kosovës dhe sot atij ju bën hamazhe në parlament ku mbajt një seancë solemne në nderim të tij. Oratorët fundtheksin tek përmasat e figurës së Isa Boletinit, por dhe simbolike e varrimit të tij në Boletin. Përmasa kombëtare e Isa Boletinit, për kushtimi i tij madhështor ndaj kombit si dhe lavdia e tij, do t'i mbijetoj shekujt shqiptar edhe pas 10 qershorit. Kujtimi i ikonave shqiptare, të lidhura njëra me tjetrën, të cilat në mbiemër mbajnë vende e krahina shqiptare në kohën e hapësirë, në nxjerrin përpara mbi të gjitha sintaksen shqiptare, që lidh mendimin dhe veprimin për të krijuar identitetin kombëtar si vetdije e si histori, një trashëgimi që ka përcen breza e ka përcen sheku. Isa me të drejtë po varroset në Boletin, por do t'jetë i qetë vetëm atëherë kur mbi kalon e Zveçanit do të valoj flamuri QQZ dhe jo ai i Serbisë. Dhe vetëm atëherë kur Mitrovica, cilën ai e deshi kaq shumë dhe për cilën luftoi, do të bashkohet. Vepra ishte si për zgjallje, ashtu dhe tani ka një simbolik të fuqishme që konsiston në idenë të qenit bashk nga të gjitha trevat shqiptare, por edhe më gjerë, pa dallime dhe ngjyrime partijake e politike. Rivarrimi nxiti debate të shumta pasi që me 14 maj të këtij viti qeveria e Tiranës dhe ajo Prishtinës vendosin që eshtrat e tij të prehen në Vlorë, krah atyre të Ismail Qemalit që njihet si babai i pavarësisë së Shqipërisë. Por reagimet ndaj këtij vendimi bën që ai të ndryshojë dhe kjo të bëhet në Boletin, kryesisht në arsyetimin se ajo është vendlindja e tij dhe heqja dorë do të ishte lëshim kundrejt përfaqësuesve serb që nuk e shohin me sy të mirë një ceremoni si ajo nesërmja dhe simbolike e sovranitetit të Kosovës në veriun e saj të banuar me shumicë serbe. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi.